ashtu do të vinë dhe plepat 2 të cilët do në kenë fatin më të keq se kanë pasur plepat 1. Pra po thoni që kjo reprezalje kap edhe brenda SPAK-ut. Unë flas për gjithë sistemin gjyqësor shqiptar. Pra, shiko si është hartuar një politikë amerikane që është shumë e saktë. Zoti Trump mbaron mandatin e tij në 2029. Po kush duhet vi pas tij? Po përgatitet. Zëvendës presidenti është gati. Çdo fjali që thot ai është ligj për Trumpin. Dhe Trumpi do bëj gjithçka që çdo fondacion amerikan që është pjesë e Sorosit mos të ketë më fuqi. Prandaj po eliminon gjithë informacionin e klasifikuar që ka fondacioni Soros nëpërmjet USAID-it dhe nëpërmjet organizma të tjera që në zgjedhjet e reja, për zgjedhjet e 2028-s amerikane, 2029 mos gaboj, do të kandidojë zëvendës presidenti. Pra, është gati. Çdo gjë është gati. Amerikanët nuk punojnë sot për sekonda. Amerikanët kanë plan afat gjatë. Nuk është si puna e Partisë Socialiste që mendon tani për tani. Po mirë, dhe në 30-ën përkon me integrimin tonë në Bashkimin Evropian. Partia, integrimi jo në Bashkimin Evropian, kush e thot Ursula von der Leyen, e cila është dënuar nga gjykata e drejtësisë europiane, e cila është kërkuar nga New York Times informacion. A keni folur e nderuar kryekomisionere me drejtuesin ekzekutiv të Pfizerit? Edhe ajo nuk ka kthyer përgjigje. Gjithmonë ky është në kuadrin e një dënimi të gjykatës së drejtësisë europiane, në kuadrin e prezumimit të pafajësisë, mos e harrojmë këtë. Tani shkoj pak më poshtë dhe themi, zonja Ursula von der Leyen, keni folur me drejtorin ekzekutiv të Pfizer dhe në komunikimet e juaja çfarë keni thënë? Edhe më thuati tani për Bashkimin Evropian. Rikthehemi tek hallet tona. Mos e ul kaq shumë poshtë nivelin sepse do lutem shumë. Tani Bashkimi Evropian nuk është Bashkimi Sovjetik. Në rast se Ursula është në Bashkimin Sovjetik, është çështje individuale deri në 2029, se edhe ajo ikën Ursula 2029. Themi bye bye. Avokat të 69, nga opozita, nga shumica? Shiko, në tërësi është 69, nuk mund të them tani se... Pa flasim për numrin, por... Të jemi kështu tani si këta lavazherët e SPAK-ut që më përpara ishin 20 shenjtorë dhe prokurorët e SPAK-ut dhe tani na doli vetëm një djallit dhe të tjerët të 19 na kanë dalë. Megjithatë, për te numrit të magjik që ju thoni, tek shumica do ndalen apo do merren me të kaluarën edhe tek opozita? Shiko, shumica parlamentare edhe aktuale, edhe ajo që do të vi pas 9 shtatorit mos gaboj datën, se kam 9 shtator, por nuk e mbaj me tani edhe 3-4. Pavarësisht datës, vazhdimësia. Vazhdimësia, po, se është edhe kjo. Unë mendoj se Partia Socialiste e presin gjëra shumë të rrezikshme, sepse Partia Socialiste do të kuptojë që nuk është integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, është qëndrueshmëria politike e Shqipërisë në sferën ndërkombëtare, dhe në rast se Trump bën një veprim siç bëri me afrikanin president që i tha, shiko hajde të shtëpia e bardhë, erdhi ai, tako u gëzua, preti Trumpi kështu. I thot ai, po, erdhe. Shikojnë, çojnë qytetarët, ta futen në YouTube ta shikojnë se nuk kanë nxjerrë këtu në vendet tona, mediat tona, se kanë nxjerrë. Edhe i thot ai, po, erdhe, është shumë bukur, mirë se erdhe, kështu edhe hapë, ja shiko fermerët që bëjnë protesta atje, je europian, je demokrati, pse bëjnë protesta fermerët? Ai i shkreti ngeli, dhe do them unë do isha skuqur, ai vet nga Afrika nuk dukej kaq shumë. Ai tha që unë s'kam avion të t'jap si ata në Arabi. E kupton. Pra do të thotë që imagjino të shkoj